Në episodin e sotëm kemi të ftuar një grua që ka dhënë shije jo vetëm gatimit, por edhe jetës së saj. E njohur ndryshe si zonja e ëmbëlsirave, ajo është shembull i forcës, besimit, energjisë dhe dëshirës së madhe për ta shijuar jetën, për ta rrëmbyer atë dhe për ta jetuar në formën më të mirë të mundshme. Në fakt sot ajo nuk do të vi vetëm për të folur për pjesën e gatimit, për pasionin e saj të madh, por për dhe historinë e jetës së saj, përballje me një nga sfidat më të rëndësishme të jetës, me kancerin e gjirit. Vjen sot për ne në episodin për veten Linda Fishta për të folur pikërisht për historinë e saj, siç e tham, për kurajon dhe guximin për ta sfiduar këtë sëmundje të shekullit dhe për dhënë një mesazh shumë të fortë për të gjitha gratë që po kalojnë këtë sfidë. Përshëndetje Linda. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jem këtu. Dhe të flasim dhe për këtë temë që e kam shumë për zemër. E bën që gazetareske hyrjen, por ne të dyja njihemi. E vërtet. Na ka lidhur puna që të njihemi dhe njihemi që në fillimet e tua të daljeve televizive. Po, që në 2010-ën. Po. Edhe pikërisht mbaj mend që ti kam ndjekur recetat e para të cilat kanë qenë të lidhura me ëmbëlsirat, se unë ashtu të mbaj me. Po, 12 puntatat e para kanë qenë. Po, ka qenë një recetë që e mbaj mend me Coca-Cola. Torta e famshme me Coca-Cola. U bë famshme atëherë. U bë famshme se ku do e nxirrnin. Po, e vërtet, po. Po të rikthehemi tani te pjesa e jote e jetës që vërtet të përballi me një këtë sfidë. Unë e dija për ciptas historinë, por nuk kisha hasur vërtet me ty dhe nuk kisha patur guximin dhe të pyesja sepse ndoshta e ke kaluar përpara se të vish në punë të neve. Po, e vërtet, në 2007 e kam. Si u përballet ti me diagnozën, si e përballet gjithë pjesën e historisë? Është le të themi që është një traumë shumë e madhe, domethënë unë kuptoj zonjat që e kalojnë, por natyrisht vetë në momentin që të ndodh e kupton dhe ti vetë se si do të sillesh, domethënë me këtë sëmundje, me këtë hall të madh që të bie. Është, domethënë ti mendon se ty nuk do të prek kur, sepse ti thua bëj një jetë të shëndetshme, unë domethënë bëj sport edhe nuk ka pse të më preki mua kjo sëmundje. Por faktikisht ajo është shumë e pabesë, ajo i prek të gjithë, nuk një mosh, nuk një mënyrën tënde të jetesës, sepse tash më del që është dhe gjenetike. Unë për shembull e kisha gjenetike, po, e kisha gjenetike. Pavarësisht se në familjen time nuk kemi pasur ndonjë me të kaluar të tillë, por ja që si duket unë isha rasti i parë, domethënë thanë që ti e ke nga vetja, domethënë nuk e ke nga jeta që ke bërë etj. Ishte një traumë sepse unë shkova aty kur bëra këtë kontrollin që unë e bëja çdo 2 vjet, sepse në Itali, po, isha shumë e rregullt. Po atë vit mua nuk e di sikur më çoj unë them ka çu mami im se unë mamin tim e kam si angjëllin tim mbrojtës edhe i them tim shoqi vjet e bëra thash unë këtë mamografinë dhe ekografinë thash dhe dola mirë thash po nuk e di ta bëj si vjet. Po ama bëje thaj ama thash po pse ko ta bëj unë tash se ishte edhe 5 ditë duhet 2-3 orë aty duke prit se bë mamografinë e ta lexoj në ekografinë. Po shko bëje tha, shko bëje privatisht. Hajtë më thash po e bëj kështu si me pishmanlik, absolutisht asgjë. Unë kështu isha shumë mirë dhe kisha bërë një vit më përpara, asgjë nuk ndjeja. Dhe kur shkova pasaj që e bëra, më tha mua ajo, okay, mamografia mirë, prandaj duhet ta cilësoj, domethënë ekografia është shumë e rëndësishme. Mua mamografia më doli shumë mirë, tha, s'ka asgjë. Kur do bëja ekografinë, tha, po këtu sa shoh diçka, tha, që s'më pëlqen, ua, unë kështu ngela, thash, ua, vërtet, thash, ç'do të thënë, thash unë griva, santa, unë isha qetë po lexoja libra ndërkohë që prisja përgjigjen e mamografisë, sepse thash, s'kam asgjë, unë jam mirë, s'ndej asgjë. Po ja që ajo... Në çfarë moshe isha? Isha 47 vjeç, në 2007 më ka ndodhur dhe viti kisha adoleshent, djalin, vajzën e kisha të vogël. Dhe për mua kështu domethënë nuk e di çfarë. Përmbysë jeta. Mu përmbys jeta dhe i thash asaj doktoresës thash po ç'do të thënë që ke diçka që nuk më pëlqen, po ja tha do të marr çik material për një javë do të jap përgjigjen. Unë e drejta, domethënë u ktheva se edhe punoja atëherë, u ktheva në zyrë dhe i thash atyre, thash po kështu tha mua ajo. To ke parasysh me ma kalue kështu. Nëse apo më ndej një mendje aty. Ajo pas 2 ditësh më mori, tha, ka diçka, tha, jo celulat, qelizat janë kështu, thash, unë të lutem, thash, bëj shkurt, është tumor i keq, apo tumori? Është tumor i keq, dhe të ka marrë vizitë, bësh vizitën e kështu. Tani, gjithë kjo që e kështu, me thënë, nuk je kur i përgatitur që ta përballosh një gjë të tillë, po ja që... Dhe thua që jam një superfuqi deri dikur, por nuk e mendon dot kur nuk e mendon. Unë pastaj e mblodha veten, thash, okay, Linda të ra, tash duhet mendosh të përballosh sepse ke edhe fëmijët, kisha edhe domethënë edhe bashkëshortin.
E drejta u kryu situatë që gjithë qani, dhe fëmijët e mi dhe im shoq ishte shumë e rëndë. Thonë që pikërisht kjo sëmundje dhe më shumë për të afërmet, dhe më thënë historia... E vërtet, unë vetë isha shumë e qetë si lindë, po vetëm mendoj se thash, okej, unë do ike dhe s'kuptoj asgjë, po ku do lë fëmijët, ku do ta lë bashkëshortin, dhe më thënë, unë qaja për ato qanin për mua, unë qaja për ato, natyrisht unë qaja fsheftas, dhe më thënë, kur ato flinin, unë qaja me veten time. Dhe natyrisht i lutesha mamit tim, thosh, o Zot, lutem më ndihmo, se ajo është, dhe më thënë, angjëlli i mbrojtës. Në të dy gjinët apo në të njërin? Në njërin, po. Por shqyqur shansi im ishte që unë nga që shkova për kontrol kotë, si me thënë, ishte i vogël dhe dola në komisione atje të bëra gjitha këto kontrole dhe më thanë shqyqur ka shpejt se ndoshta mas një viti nuk e dim se si do të shkonte, do të thënë se ai nganjëherë do të thënë ka këtë që del në sipërfaqe dhe ti e kupton që ke diçka, po unë s'kisha as dhimbje, as gjë, isha shumë e qetë dhe po të mos kisha shkuar, nuk e di se si do të më shkonte. Do të thënë, fakti që unë shkova e bëra atë kontroll kështu jashtë radhës, mua ajo më shpëtoi jetën. Prandaj edhe gjithmonë insistoj të bëni kontrollet, bëni edhe një herë vit, okej, nëse s'do bëni mamografin, po ekografia që është më pak e rrezikshme, duhet me bësh çdo vit. Sidomos, ajo nuk jep dhe moshë, aty pash edhe shumë të rinj, të reja, se burrat më pak i ka. Pash edhe shumë vajza të reja, pash edhe zonja në një farë moshe mbi 70 të ca. I ka ndodhur mamit tim në moshë dhe mamit tonë, që mendon që një grua në atë moshë s'ka hormone, dhe më thënë, ka mbaruar ciklet e jetës deri diku, dhe pikërisht në atë moshë nuk ndalet. Prandaj edhe është edhe sëmundja e shekullit. Dhe shqyr këtu në Shqipëri që është bërë ky tetori roz, është shumë i rëndësishëm për t'ia kujtuar, se nganjëherë duket shumë, po është bërë, jo, është shumë i rëndësishëm që zonjat kujtohen dhe ta bëjnë, dhe këtu më duket është gratis dhe kontrolli. Gratis atë vajta dhe unë kontrollova, ka një fluks momentalisht, por të gjithë doktorët dhe doktoresha thonë të paktën, po janë shumë disponibël, me thonë të drejtën, po bëhen fushata në sensibilizimit të pafundme për të arritur, por ndonjëherë edhe gratë vetë neglizhojnë. Kjo është e keqe, se nganjëherë këtu dhe kur flet, po shko kontrollohet, ka masë më del një gjë, po më mirë të dalë, se ja mua më doli dhe shpëtova dhe ka pa shpejt, domethënë. Po ta lësh, kjo është e gjitha që ta kapësh në momentin e... Ti bëre ndonjë ndërhyrje apo pate me terapirat? Unë bëra ndërhyrje dhe bëra vetëm radioterapi, nuk bëra kimioterapi, sepse si thash kisha kapur shpejt. Por natyrisht, dhe ajo faza kur ti do operohesh më mbrapa, biopsia, çfarë kurash do të bësh, pritje, çdo ditë prisja se duhet vinte me letra nga Milano se çfarë kure duhet bëja unë, se ato bëjnë biopsi tjetër të dytën. Nuk e di, është kështu një ankthi pa parë. Nuk, domethënë shumë vazhdon merr mjekim të filloj apo jo? Jo, mjekimet janë 5 vjet, domethënë 5 vitet e parë ato t'japin një kur që të ndalojnë hormonet, kompletin aty të bëhet si dru, kështu nuk fare, kështu asgjë, domethënë nuk ndjen asgjë. Por ajo shumë e rëndësishme dhe duhet bërë, se ka dhe zonja që kam dëgjuar që nuk e bëun atë se u bëra si dru, zemra më mirë bëu si dru, them unë, po të paktën të shpëtosh jetën, sepse vërtet është një kur shumë e bezdisur, me gjilpëre, me gjëra të japin shumë bezdi, por unë them ja vlen sepse shpëton jetën, se ka dhe kështu që nuk i bëjnë. Po, bilesisha dhe dëgjova doktoreshën që ka patur raste që njerëzit kanë zgjedhur të mos kurohen. Mos kurohen. Dhe kjo më habi, se si nuk i beson dot shkencës, por mjekësisë alternative më habit në këtë rast, sepse nuk është se është një sëmundje e cila është kaq e thjeshtë për të kuruar. Jo, aty duhet me besu jetën mjekëve, themun. Alternativa okej, ndihmon për diçka, ndoshta për këto hormone që ke këto problemet, që mund të kesh këto nxehtësirat që të vinë trupit etj, diçka, po tu duhet i besojmë jetën mjekëve tanë, mjekët që ata mjekë për. Nëse do isha këtu në Shqipëri të kisha ndodhur, do i besoja mjekësisë shqiptare? E drejta, tash i të them me sinqeritet, unë jam bindur që ne këtu kemi mjekë shumë të mirë. Kam rastin e vajzës time që pati një problem me syt, dhe ajo ishte nuk do t'i futem në thellësi sepse jemi mbledhur për tetorin roz, por desha dalë ke mjekët, që kemi mjekë shumë të mirë. Po, kemi mjekë shumë të mirë. Ajo jeton në Stamboll, aty janë mjekët profesor, ka asiguracionin dhe njihen domethënë për si mjekë, mjekësinë e kanë shumë të mirë, po vajza ime Gjeti Dermani ke një mjek këtu shqiptar i panjohur, domethënë ai as nuk e kemi parë një herë në televizor, po ai e shuroi vajzën time. Dhe unë them që ne kemi me të vërtet mjek të mirë, të gjesh natyrisht mjekun e duhur dhe me të vërtet kemi. Kështu që unë them do të kisha besë, domethënë do kisha besuar edhe mjekëve këtu, po. Në atë periudhë kujt i ke besuar më shumë? Beshortit
Apo, se ndaja do të me fëmija se historia? Me fëmit jo, drejta o ndava shumë pak, do me thënë. Unë edhe kur shkova që operova në Milano, nuk desha që ato të më shoqëronin, mora vetëm bashkëshortin me vete, dhe ato mundova ta kursej, sepse ishin kështu të dërmuar të gjithë, do me thënë. I birë që i ri dhe jetoj keq, më keq se të tjerë, sepse ishe si zemruar, do me thënë. Pse duhet të ndollë të mamet kjo? Do me thënë, ishte ke 17 vjeç dhe nuk ishte gati që ta përballonte këto, do me thënë, pse mami, do me thënë, i duke sikur po e braktisja, sikur vajza ime natyrisht jetoj më ndryshe, pa ishte 17 vjeç dhe jetoj shumë keq, do me thënë. Do me thënë, nuk tregonte ndaj meja të dëmshurin kështu, po ishte si zemruar me jetën, nuk e di çfarë të them, po ai e pritoi shumë keq. Dhe biles folaj me një psikologe atëre, më kujtohet tash, po pse djali im thash, po e përjeton shumë keq këtë, do me thënë, nuk shoh nga ai një, sikur s'kishte dëmshuri, po ai ishte si zemëruar. Ai do me thënë e shprehte kështu shumë i zemëruar, që kjo sikur po mble, sikur nuk. Do thënë janë, ndërsa im shoh që shkretë edhe ai kështu më bë petë dhe ai normal është, po. Njëri është i sot ka kaluar, ti e fort dhe nëpërmjet gjithë mënyrës se si ti je vitale, si natyrë. Unë edhe atëre drejta duhet shkoja në, do me thënë duhet bëja pushim, nuk e di më dhanja 2 muaj pushim atëre, 2-3 muaj, pëse unë bëra 2 javë dhe i kam punë. Dhe më kujtohet Santa, kur hypa në makinë, që të ndizja makinën, sepse operacioni është ajo, që të vënë gjumë. Anestezist. Anestezist, bravo. Anestezia të me thënë sikur të apshin kështu memorien, dhe unë s'po më kujtoj si ndizja makina. Do me thënë u futa dhe kështu një emocion, nuk isha gati, po unë koka jam që kështu. Dhe dohet të vazhdojë të ecë me të njëjtin ritëm. Vazhdoj unë me ritmet e mia, thar dorin shpiça, dorit qaj smundjen time, më mirë kushe, se si di se si vazhdojmë, kuptohet, po. Shkova dhe në punë dhe ato kur më pa, ua Linda, po ti si ka ardhur në punë? Thash, sa? Nuk kisha memorie fare Santa, nuk më kujtoheshin gjërat që duhet bëj. Veprimet janë. Fillova të ta kthej kështu duke qesh, po tash se çati bëj, unë nuk ka ik memorie, u bushu si pu gallate, po unë e vazhdova punën, nuk e lash. Mund të rria shumë mirë shtëpi, mund të zgjidhja sepse e kisha të drejtën. Por unë vazhdova punë dhe kjo më ka karakterizuar gjithmonë, s'kam ndejt njerë shtëpis ditë të rritë mund, kështu pa punë, pa u marrë me diçka edhe kjo të ndihmon, domethënë. Aty në Itali nuk ka ndihmuar pjesa e recetave të gatimit, pasionit tënd, të kuzhina, ke gjetur aty terapinë tënde. Terapia ishte kështu vjen nga puna dhe filloi gatu torta, 2-3 torta, shpinti kek. Po kush i hante Olinda? Po kishim dhe kom, pëse kisha këto i mbirë kishte edhe shokët e vetë. Shokët e vetë gjithmonë aty ke shtëpia ime hani, thoya unë nga lërë nga cmoj ore, po shko ke shtëpitë e tjerëve, këtu do mblidhen gjithë, qatë hamnë aty, edhe vinin mblidheshin gjithë ai me shokët e vetë, me bi me shokët e veta, kështu që kishte, si ishin të 3 ato, ishin nga 17 vjeç, 20 vjeç, hanin gjithë, kështu që. Duhet kesh ati dedikohesh dhe diçka, unë dhe lexoja dhe shumë libra, por libra duke kërkuar zgjidhje libra çik të lehtë, optimizëm, domethënë që të më ndihmonin për të kaluar këtë fazë. Po bëja shopping, po, edhe i thosha atim shoqë, momenti që unë do ndaloj dhe s'do bëj më shopping, kuptoj se unë nuk jam mirë, kam diçka që nuk shkon. Në fakt është terapi e mirë. Po, edhe kështu e zgjidha, shkoja në punë, nuk bëja sport, më kishin ndaluar gjitha, për 5 vjetë unë pa, nuk duhet bëja zgjë, domethënë, sepse prekeshin këto, di unë muskulit, gjëndrat e kështu, duhet qa shumë kujdes, po ja, bëja sport me tortat e mia, me të kom shihet aty sa duhet. Krahët vjeshin në lëvizje? Po, vjeshin në lëvizje, me shumë kujdes. Po, më përmend të këtë pjesën e pemës familjare që ishte në pjesën e familjarë, pas nuk ishe prekur fare nga... Nuk vinte nga familja. Jo, i tha, më pyetën faktikisht, unë nuk e, domethënë, ato thanë ti e ke gjenetike, e ke tëndë, domethënë, në qelizat e tua, po unë tash nuk kam pasur, domethënë, të kalu rast të rralla, domethënë, largë, si me thënë, që nuk i kishin shumë afër, po ja, si duket unë isha e para. Dhe vajzës time ja kanë këshilluar që çdo vit duhet bëj, domethënë, sepse unë jam rasti i parë, po mund të jetë të tjerë të dytë, kështu që duke pasur mua duhet ta bëj çdo vit për shembull kontrollin e ekografisë, ndërsa mamografinë e bën një herë në 2 vjet, po ato ja këshilluan, domethënë ti tash duhet të kesh shumë kujdes, domethënë. Besoj se je shumë e kujdesshme tani në kontrollet e tua mjekësore. Po, gjithmonë, domethënë, po, jam shumë e tash i vetë shumë me ilaçet e me gjëra unë e pranoj, nuk jam me rregull ti çfarë, më shumë kam kujdes për tim shok, për bashkëshortin tim se sa për veten. Por këto kontrollet, domethënë që janë kryesore, që janë jetike, mamografi, pap teste, këto ekografi unë i bëj gjitha. Pastaj kështu se vitamina këto gjëra i haroj, po këto të novës nuk i haroja ma. Këto i kam dashuri. Kë ke dashurinë më shumë nga këto?
Unë i kam të gjitha, sepse kam ato të gjumit që kam gjetur atlikun tim, edhe mam kam thënë që shumë i mirë, se kam provuar akoma. Unë Santa e them me sinqeritet, nuk dua t'i bëj publicitet, po e them Axonoli është? Jo, është Somaxi. Ai që është i shituri, më i shituri. Po, sepse Somaxi të ndihmon që ti të bësh një gjumë, kështu të çohesh mëngjes shumë e shplodhur si fëmijë. Unë historikisht kam pas probleme me gjumin, sepse dhe me problemet e fëmijëve kam jetuar shumë afër dhe një gjë të vogël ato s'fleja unë. Ai ishte në Spanjë, unë s'fleja në Ravenna, ai në Spanjë, unë s'fleja në Tiranë. Kështu që kam provuar lloj ilaçes, por unë o çohesha mëngjes se s'kuptoja ku isha, ose s'fleja dot prap. Tash me Somaxin unë e kam gjetur, domethënë e kam zgjidhur, e marr një muaj, unë e bëj kështu, një gjysmë ore para se të flej gjumë. Dhe ma sistemon shumë mirë, për 6 muaj s'kam nevojë të marr më, kështu që kështu e kam zgjuar me gjumin. Të pëlqen Onovo, më duket si pjesë e familjes. Po, u bëra vite këtu tash, po. Axonolin e marr sepse më ndihmon për të përballur, unë kam një ditë lodhshme, sepse thjesht live çdo ditë. Nuk është e lehtë. Por Axonoli më ndihmon ta përballoj, ndoshta edhe duke televizor që jam kështu alegra. Ti je kështu në përgjithësi, në fakt, unë të njoh dhe ti ke një entuziazëm, ti ke dëshirën për ta jetuar jetën. Kam pozitivitetin, domethënë. Po, je shumë solare se natyrë. Faleminderit. Kështu që plus pastaj marr edhe këto për kockat, që është kjo e kockave që jo vetëm nga mosha, por dhe nga operacioni, nga ato rrezet e radios që bëra unë, domethënë ti prek pak, kështu që marr dhe këtë. Faktikisht unë e mbushur me këto Axonol, me këto të Onovës, por janë të gjitha bimore që nuk më dëmtojnë dhe unë për këtë jam shumë e qetë, domethënë. Dhe vitamina janë shumë vlera. Po. Ti marrin pa frikë. Vetëm ato të flokëve se kam marr për vete, po e kam marr për vajzën dhe pati shumë rezultat. Po se unë i pres shpesh. Po vajza ime nga që mori shumë ilaçe dhe pati një rënje të madhe flokësh, thash, o zemra, po ti thash, po të bien flokët fare, ç'a të bëj ta kështu me grushta? Jo, unë e përdor ato të flokëve. E kemi solucionin, i thash, unë kjo Onovo dhe mori ato se si quhet ajo e flokëve, unë nga që se marr vetë Daily Hair, Daily Super Hair. Po. Mori atë dhe u sistemua dhe ajo me flokët. Kështu që ne vim gjithmonë ke Onovo për plasemi. Edhe bashkëshorti tim jap këtë Axonolin, sepse për të tjerët ai është okay, s'ka nevojë as për gjumë, as për flen rahat, ai s'ka nevojë. Si mua. Që duhet marr gjithmonë një gjë, kështu që më përmend pjesën e emisionit të përditshëm, unë e di se çfarë është në fakt, por ajo që të ka penalizuar më shumë në emision çfarë është? Kam një pikë të dobët që nuk më del e keqja. Unë isha mësuar dhe ti e di shumë mirë që çdo muaj bëja një udhtim, domethënë, kisha kështu, ja bëja vetë si dhuratë udhtimin, po tash duke qenë për ditë televizor, nga ana në të premte ngelet e shtuna dhe e diela, ç'a bëj? Po shtuna e diela nuk mund të shkosh, vetëm të afër. Jo. Kjo më shumë, domethënë, kjo më penalizon shumë udhtimet e mia dhe kur çof ty një herë që bën ato udhtim, o Santa, unë kështu luma jo, edhe kështu kap pezmatohem kështu çik. Në fakt të japin jetë, edhe për ne natyra kreative që duam të... Po se inspirohesh, po shiko, unë bëj udhtime, po shoh edhe kuzhinën e vendit. Patjetër. Shoh domethënë jo vetëm hajde të shoh qytetin unë kam parë kam së parë. Nuk e di tani, s'më kujtohet se kush e ka thënë që nëse do ta njohësh vërtet një vend apo një qytet, hy në kuzhinat tradicionale të tyre aty, ose rritet dritarja një shtëpie ta shohësh se si gatuhet. Kështu që ti e di që unë kam mutuar shumë dhe kam fjetur në për këto B&B bed and breakfast që kanë. Natyrisht ka me cilësi shumë të mirë, ke me pishinë si ti duash ti, por mua më pëlqente që të provoja kuzhinën e tyre, domethënë si gatuanin, po si jetonin, po si ka shtëpinë brenda, se okay në për filma ne e shohim, por si kanë këto njerëz me të vërtet ato zakonet e atyre, mikpritja e tyre, të bën përshtypje shumë, po. Cilën nga këto vendet ka pëlqyer? Qoftë dhe për ushqimin, ëh, janë çdo të ndryshme. Tash për ushqimin Italia e Franca, po un kam një kështu. Talore Italinë sa të e di. Po un kam domethënë një udhtim të mrekullueshëm që kam bërë me vajzë, një nga disa që kam bërë se me vajzën kam bërë shumë dhe Amerikë, San Francisco i kemi rënë gjithë Amerikës rreth e qark, po. Shoqja, dy shoqja. Francën po ashtu, por ne kemi bërë një udhtim shumë të bukur që kemi bërë Cornwall. Morëm një makinë me qeraj, ne ishim 2 javë rram rreth e qark dhe mua më kanë bërë shumë përshtypje anglezë, se ne themi anglezët janë shumë indiferent dhe me vërtet në Londër gati sa sillen nga shkallët kur ti. Është tjetër, sepse janë shumë ndërkombëtar, ndërkohë që kur shkon në zona më tipike të tyre siç ke qenë ose aty do shkoj Linda, më vjen keq do ta.
Po priti, shiko, se pash një film një ditë dhe ishte me këtë Helen Mirren dhe ishte kështu gjoja Unë e përqej British vibe me thënë drejtë. Po unë ato shoh, Amerikën e kam lënë fare për filmat. Edhe ishte kështu një shtëpi shumë e vjetër, një vile mrekullueshme dhe gjoja crime, po crime ishte koçu. Po ishin kështu si pensionista, këto kështu të një farë moshe, thash si me bie. Shnoj që ka dresën kur të arri një farë moshe, aty do pëshosh në Angli. E çfarë gjete tipike ti tek këto në Po, shiko, në këtë zona ishte dhe jeta ishte shumë e qetë, s'kisha ato ritmet frenetike që kanë pasaj natyra, ishte pa prekur, domethënë aty ishin kështu fusha, ato oqeani, shkoja deri ke pika më e fundit që ka përballë New Yorku, domethënë. Kam shkuar deri ke pika më e largët dhe njerëzit ishin shumë, nuk e di, mikpritës, domethënë, ne themi okay, jemi si shqiptar, por ato ishin shumë mikpritës. Domethënë, të shikoni në sy për çdo gjë. Ata kanë humorin aty anglez. Tash unë drejt anglisht nuk di. Dhe më e bukur ishte se shkonim me një pub, si thoshta si me bie, po unë do pi birë ke pubi. Plotike. Po, edhe gjitha moshat ishte aty, edhe shkonim ne edhe vetë kur vite në një aty që gjatë me respektu, po unë shketa s'dita anglisht edhe më fliqin në gjë mua edhe ime bishte duke fol me një tjetër aty, o ma, tut okej. Po pse ke mua i gjeti këme bo mua bet? Linda. Edhe u knaqëm shumë, këto pabet e këto gjërat, e këto fermat, ato farm që i thonë ato, kështu shkon hajerë në Cotswold. Aty do me thonë, dhe ishin këto rrugicat e vogla brugjiere që i thonë ato kështu, gjithë peme, gjithë parishte, gjithë nuk këshie, do me thënë, është natyra shumë e paprekur, e kanë lënë ashtu si që është, dhe ti ndje nuk e di, unë më duk të u ktheva në ato librat e Dickensit, aty duhet të jetoj. Ka vënde shumë të bukur, në fakt e po e gjetëm adresën. E gjetëm ta që shë. Thjesht prisni. Po, sa të plakëm. Ke akoma, sa ko. Dhe shumë mirë bën që je aktive. Sepse kjo moshë në njërë duke siguro, do mbaroj tash, mbaroj dhe cikli jetës dhe unë duhet rri në shtëpi. Po prandaj duhet me pas kujdes për shëndetin. E këtë do të pyesja. Sa kujdes është ti tani për shëndetin aktualisht? Cila është rutina jote e përditshme? Nuk jam shumë e kujdesshme, ta pranoj me sinqeritet, nuk jam shumë, po se zotë shqyqyr, ndoshta edhe nga që punoj s'kam as kohë ta mendoj se më dhem në gjë, s'kam kohë të mendoj nëse më dhem diçka me vërtet, domethënë. Unë thash marr këto Tonovo, se jam e qetë me këto që marr, edhe këto vitaminat për kocka dhe s'marr gjëra tjera, domethënë pensioni ka mirë, kështu dër tash, nuk e di se çfarë do më ndroj. Jetë fizike me sport, po shkoj në palestër, po palestër, tash e kam rifilluar se unë për shumë vite se mirë që kalova atë, po kalova dhe një smundje tjetër më të rëndë akoma dhe ajo ishte shumë e rëndë që më ndaluan. Pa është smundje shumë pak e njohur dhe kur kam thënë dhe mjekëve me zor ma gjetër në Itali vetëm 2 mjekë e kuronin, quhet morbo e pudendus, që është një nga këto nervat që të përshkron trupin dhe ai është i dëmtuar dhe është kështu, unë aty thash, s'pas ka qenë gjufara jo, krahasisht këtë që po heq, po është një dhimbje. Çfarë simptomash kishte? Ajo ti kishe një dhimbje që nuk rrihet dot ulur dhe sikur të shponin kështu gjëmba, gjëra, as shtrir, as ulur, është smundje shumë e rrallë, shumë e rrallë. Dhe shqyqyra rritet ta gjej, domethënë gjeta një nga këto mjekët që vinte nga Roma në Bologna, ai më kuroi dhe tha atë pas ke ozon, o Dio, thash çfarë pas ka unë, se di e kisha lexuar shumë. Ajo është një smundje që të lënë kështu që ti nuk shkon dot në punë, domethënë nuk bën dot një jetë, s'bën dot jetën tënde, sepse ti gjithkohë u vetëm qaja, thash unë shkova në depresion tash, domethënë ishte gjë e rrallë. Edhe arritat, domethënë. Këtu ku kisha ardhur në Shqipëri? Nuk është ardhur akoma, më ndodhi shqyqyr pak përpara, se këtu nuk e di ndoshta se njohin atë smundja që rrallë sa është. Dhe u kurova aty dhe erdha pasi u ktheva në Shqipëri në 2017 dhe ato më ndaluan me sport, me të gjitha dhe kur të lash det duhet të jetë temperatura ujit duhet të jetë shumë e nxehtë, me fjalë është një smundje me shumë rrallë dhe nga mbrapa shumë kapriçoze them. Unë dhe kur tecësh duhet të ecësh ngadalë, po unë jam nga ato që eci shumë shpejt. Megjithatë mundohem kështu të frenohem, të kujtohem. Tash e kam filluar palestër, tash u bën 10 vjet që unë nuk po bëj më asgjë. Po kam filluar një palestër me çik peshë. Me peshë. Dallohet, patjetër. Dallohet vetëm kaq, po dallohet fakti që të ranë sy që sigurisht më ranë sy, por ekrani ta do. Nuk po e bëj për ekranin, t'jem e sinqert, po e bëj për Lindën. Domethënë Linda po bën diçka për veten, sepse me moshën muskujt bien dhe thash pritse unë s'dua të më thuhet në këmbë, duhet ngelem aty shuk në krevat. Kush do më bëj zmet mua? Jo, nuk dua. Kështu që se bashkëshortja kam shumë tregull, ai shkon pishin 3 herë, ai aty rin kokun, po për vete kisha edhe këtë problem, kështu dhe nuk shkova.
Të që e kam nisur me pesha natyrisht, me ato që më lejon, Peshat normale të mosha e moshës që kështu. mundet. Është ai trajneri që na kontrollon, që është shumë i kujdesshëm, kështu që Linda e ka filluar, i thash do shohim këto 3 muaj si do shkoj, thash pastaj inshallah si do ma përballoj të trup se kam dhe hernia, kam 700 gjëra në trup, pavarësisht se s'dukem kështu, po. S'mund të shkonte mendja për gjitha këto, sepse realisht je aq energjike sa nuk ta jep fare. Po kam shumë gjëra në trup, e kam fshehura, nuk duken. E rëndësishme është ti ditë suportosh ato dhe t'i kalosh. Kjo është rëndësishme. Tash kam filluar këtë, domethënë palestra dhe jam shumë e kënaqur që kam filluar, po prisja ndaj shoqen time pa jo më tradhtoi, kështu që do shkoj vetë. Unë prap nuk e le. Tash ajo serdhi unë prap u mërzita, po prap do shkoj. Sepse të ndodh ndonjëherë që nuk do vjen shoqja, po puna është kur del nga palestra pastaj me atë energjinë e mirë, aty është kënaqësia më e madhe. Se them Linda po bën diçka për veten. Unë lexoj dhe shumë libra, dhe librat unë i quaj diçka, domethënë që më pëlqejnë, më japin shumë. Këto janë gjëra që bëjmë për veten, se gatimet bëj gjithkohë dhe aty pure dhe në shtëpi s'kam dhe shumë kohë, po Linda dhe lexon, udhëtima atëherë kur mundem, më pak mundësi. Po të paktën Shqipëria të ofron tani këtë fundjavë të theme prapë. Po për Shqipëri për vogël e kemi parë, kemi stërpar. Dua gjëra tjera. Të tjera. Ti e ke menduar ndonjëherë veten si Martha Stewart? Martha Stewart pëlqej shumë, gjithmonë më ka pëlqyer historikisht dhe kur isha edhe ke Living që punoj atëherë, domethënë gatuanim shumë receta, gatuaja receta të Martës. Po tash Marta në Amerikën, këtu në Shqipëri nuk këtu jemi. Se Marta në Amerikë, kemi një Martha Stewart në Shqipëri. Zemra këtu është çik ndryshe, domethënë ato që na ndjekin dal nga dal dhe këtu do bë, domethënë ndoshta mbas disa vitesh, mbas 20 vjetësh këtu mund të dalë një Martha Stewart, po ka përshtypjen se këtu në Shqipëri është akoma çik herët për këto personazhe. Këtë tregu i këtyre blogërave të ngatimit, si duket aty? Ka konkurrencë? Po këtu sikur të njëjtat gjëra shoh që gatuan, se është gatuan njëra mas 3 ditësh shefe ka bërë tjetra, si di, nuk shoh gjëra të reja. Nuk shikon zhvillim. Nuk do të ngelem, se un jam për këtë që tradicionalja duhet, por un them që edhe këtë që kuzhina ecën, zhvillohet. Domethënë si zhvillohen gjërat e tjera dhe kuzhina futen elemente të ri. Këtu ne ngelemi shumë ke tradicionalja, tradicionalja duhet dhe nuk duhet t'i harrojmë kur, por ama duhet futet edhe gjëra të reja. Domethënë për specie të reja, gjëra që këtu ne nuk një dhe kur e thuti, qa ishte ajo, po pra është kjo i thua ti. Unë në emision i fut që e mbasere, kështu kur me lejoj mundëm. Ti ke 2 receta gatimi? Po, çdo ditë kam nga 2 receta. Një të kripur, një të ëmbël, apo nuk ka rëndësi? Jo, varet. E nis ditën e nis me të ëmbël, sepse pëlqen ta nis javën ëmbël, siç e nis në shpitime. Po, edhe të kripura dhe të ëmbëla. Çfarë nuk mungon kurrë në shtëpinë tënde nga gatimi? Apo një gjë tradicionale tënde që e ke tipike edhe nga familja ndoshta të mbartur? Byrekun, vdes për byrek. Kush nuk vdes? Byrek e kulaçe këto brumrat. Nga Italia ka makarona që nuk i ndaj çdo ditë, çdo drekë unë i dua makarona dhe kur ikim në një vend kështu që bëj udhëtime, natyrisht zoash makarona në Poloni o në Austri, nuk i bëj dot kurrë, domethënë. Sa më kujtohet filmi me Keko Xhalona. Sa e bukur është ajo. Po ne ishim budallëta që zili veç. Kështu që ka qenë. Po, dhe kur sa kthehem në shtëpi, sa më kanë munguar makarona. Po, s'është tjetër gjë, tjetër shije. Se këtu është edhe është mentaliteti që makaronat shëndosin. Jo, makaronat nuk shëndosin nëse ha masën e duhur dhe nëse kjo është për gallat. Kur shkova unë në Itali, ne s'dinim as ditë, unë haja sa më haje, pija sa më pijej. Nuk dinim ne që duhet ta masësh kaq gram me gjuhë. Ne s'kishim as peshore me u peshu trupi, jo me ushqimet. Edhe na kishte ftuar një kolegu i punës, i tim shoqit, po. Edhe shkom edhe natyrisht makarona bën ato dhe kur vjen i ftuar se bëhet shumë vonë edhe ai shoqi. Ajo quanti grammi vuoi? 80 tha ky. Unë kështu 80. Sa ka gjithë 2 metra burr. Ne kishim ca muaj që kishim marrë në Itali dhe 3 veta vinin 500 gram. Po. I hanim ne për bukuri. Po, 500 gram e hishim në ato se i mbirante pak, ne më 3 veta 500 i hanim. Kur ai 80 gram, që thashun 80 gram, e peshoja jo, e unë shta 70, quanti grami do më thamu, që thash, po them dhe unë 80 si këtë tjetëri. Edhe ne 80, kur shkom shpi pasaj me gocën time, edhe biles një ditë e kemi kujtu, ore, tha, që hani ato 70-80, neve të shkreto, thash, hanim shumë më tepër, ta shti dhe ne jemi këthyrë që hanim, unë i peshoj makaronat e mija, do me thëmë pa. Unë kam të tendencë, do me thëmë ha shumë perime, edhe bë pak makarona, mund bë 80. Tani regjimi yt ushqimor cili është? Unë mëngjes du gjëra të ëmbla dhe s'ka gjë mbot që të ma heqi. Se thonë që s'duhet fuset më ëmbëlsi pra. Po jo, shiko tash,
dëgjoj, unë ndjek disa nutricionistë, shumë të mirë janë ato, dhe ai thotë, ti rëndësi, a është shpreha totos, ke filmin që ka pasën, Ela Soma ke fajl totale, pra, sa do ashtë i gjatë ditës, angër shumë gjesë, ha më pak në darkë, okej. Bë balancën vetë, Bë balancën vetë, unë e bëj balancën time se sa duhet taj, po unë gjesë do e filluj me tëmbër. Natyrisht, e ka mundu shumë, po unë duhet gjë tëmbër, nuk ka gjë botë që të ma eqi mua të, le të thotë kush doj. Pasaj në dreke, në drek makaron, unë ha dhe një frut para dite, dhe bëndë se më ka ngelur, kjo duhet diçka që më prishet goja të mund duhet të fut diçka kështu. Makaronat e mia me një salcë, me një perime, kur është vera, përdor sallatrat shumë e kështu. Ndarkë, oni mish, oni peshk, oni buk misri me kos. Vdes për buk misri me kos. Pa, këtë shu e kam, e bëj vetë bukën e misri dhe e thek kështu shumë. E bën vetë? Po e bëj vetë. Edhe atë e dua. Po natyrisht detyroj veten që ta e mish edhe peshk për proteinat. Po, tjetë për mua, unë natë për natë buk misri me kos, jam shumë okej. Që në ke lidhur me brumin. Brumi sheqernat, po të brumi? Sheqeran mirë, brava, i kam ullu, dhe nuk i bëqik më pak tëmbla, kështu, po i dua. I dua. Nuk se muresh për pak. Nuk se muresh, në që se ti mban një lloj ekuilibri. Se është edhe kjo okej që sheqeri ushqen to qelizat që tumorale të tjerë, pero jo se ta shkakton. Në momenti që ti e kupton që ka diçka që nuk shkon, s'ke pse e ha më, se nuk është na ka ikur truni. Po, në momenti që ti e mirë, s'ke pse ha pak, nuk është se ajo po ma shkakton. Absolutisht, thjesht mund ta stimuloj. Po, mund ta ushqej nëse ti e ke, domethënë. Kështu thon mjekët, se se them unë nga. Sa kujdesshme janë ndaj këtyre ushqimeve që themi tani po ham bio. Po të shi, hajtë më kam marrë një kështu nga ato aparatët e vogla dhe bëj kontrolin nata. Po e bëj, po e kam bler, u bë vite që e kam bler. Kur erdha këtu dhe e drejta kam qenë me fat, mirë më kanë dalë ato që i blej. Kam një dyqan timin aty ku e kam shu rrugës ku kthehem nga puna, ndalaj marr ato pazarët e tua para se të ngjites. Po, marr ato kështu. Po se si të jetë shkruar ndonjëherë se nuk e shmangem dot. Zemra çfarë tash, unë isha në Itali dhe haja shumë shëndetshëm dhe shumë e kontrolluar dhe ja ku. Ja. Bëhet se bëhet diçka. Po ndonjë libër të dytë? Të tretë, të tretë. Do bëja unë para se të filloja këtu punë ku jam, do bëja një me kështu recetat shëndetshme dhe pa ta filluar, po fillova punë këtu sa nda nuk kam kohë. Nuk e ka. Ma shumë kohë puna. Ajo do një përmbledhje të mirë dhe një kohë të madhe. Po sepse unë do, shiko ti vë fytyrën tënde aty kur vë një recetë, po ta vësh gabim, domethënë unë nuk do e duroja dot, domethënë që të bëj një recetë gabuar. Ka njerëz që kanë bërë dhe si është bërë von fare. Ti e bën recetën dhe del gabim. Po unë kur ta vë dua që ajo të jetë shumë e saktë, që kushdo që ta gatuaj të dalë ashtu siç duhet. Në fakt thonë që lodhem duke shpjeguar. Thonë, tani kujtova që te pjesa e gramaturës kur japin ndonjëherë nuk i jepnin të sakta. Unë jam kështu tepër. Dhe nuk të del ashtu siç duhet. Ka një, shiko, çdo recetë ka sekretin e vet. Nëse ti nuk e shpjegon, unë preferoj se qa ndodhë, sot që janë bërë virale këto video që vënë që... Shumë, edhe video vogla që shikojmë. Video 30 sekonda dhe ti kujton se për recetë, si s'ke para zgjë, sepse në basa asaj recete ka shumë shpjegime, ato e bëjnë aty, e trazore edhe u po. Jo, nuk është receta do shumë shpjegim, sepse çdo proces ka ato kujdesin e duhur, dhe me të gjalpi si duhet jetë ta punosh me matë e gishtave, ta lësh frigorifert, pushoj, të bëj, ta shtrosh, ta hapësh, ka shumë sekrete, do me thënë receta. Të gjithë ishën bërë shefa kuzhina? Po, gjithashtu, po të shi gjithë shefa, ti futu në Instagram gjithë që duke gatuar janë bërë. Pas pandemis dolem, në fakt, e gjithë. Dolem, po, nuk ka ngel njëri pa u bë, po ka shumë punë, do të lexosh shumë libra, shumë procesi, shumë gjëra që do të njohësh shumë tradita dhe sekrete. Do të njohësh sekretet e receta. Nuk mjafton që vetëm të vësh për bërësit. Po me djalin tënd, ke menduar të hapësh një restorant? E di që Geri, po Geri, po jo, nuk. Nuk? Jo, sepse restorantit lidh. Si çdo biznes privat, por restoranti akoma më tepër. Po pse jam shumë e fiksuar, ai është akoma më keq se sa mua. Kështu që nëse gjërat nuk janë perfekte, unë nuk dua, domethënë. Tash mosha bën vetën, nuk dua të jem çike lirë. Në kuptimin që të bëj dhe gjëra të tjera, se no do ngelem aty në restorant, jo, unë dua të udhtoj. Ajo që i mungon. Ajo që më mungon. Jemi drejt fundit në fakt dhe një pyetje që mua tani më lindi. Ideja shumë njerëz në këtë statusin tënd blogere, se në fakt nuk je blogere, me thënë të drejtën, je më shumë se sa kaq. E kanë shfrytzuar shumë në pjesën e Instagramit, të rrjetet. Ti e ke, ja. Ke qenë një nga figurat më të pasura që ke hyrë dhe pothuajse do të dalësh me të njëjtën. Jo, fare. Unë bashkëpunoj vetëm me Onovën, sepse janë gjëra që unë vetë i përdor.
por me të tjera nuk gatrohen, kështu fare. Këto janë gjithë përbërët dhe unë kam kënaqësi që t'ja tregoj zonjave, sepse sot shef në Instagram shesin produkte nga më të ndryshme, ças janë futur, ky bën kështu, ky bën mrekulli, ai bën mrekulli. Unë i bëj, do të thënë, reklamoj këto që unë përdor vetë, si lind dhe që jam shumë e kënaqur. Gjërat kota unë kështu nuk, do të thënë, fare absolutisht, jo, nuk dua të ngatrohem. Po për lëkurën tënde? Është edhe gjenetike. Po, për lëkurën po. Këtë lëkurën e kam me merak. Lëkurën e kam me merak. Përdor kremra shumë të mirë, po. Përdor kremra. Është edhe gjenetike. Them, shpresoj t'i kem gjatë babit, se ai vdi që shkreti 72 vjeç nuk kishte asnjë rrugë. Po kështu është edhe me motor, po kështu është edhe me vlla. Them që e kemi gjenetike, domethënë, që na ndihmon, domethënë. Unë edhe për këtë që quhet metabolizmi, them duhet i kem gjëra ti se unë nuk është se s'ha, do të thënë, ha me kujdes, po ha. Dhe dikush tjetër më thotë, atë ha unë aq sa tu bëhem 100 kg. Atëherë ndoshta Zoti më ka ndihmuar me një metabolizëm të mirë, them unë, po. Kështu që një gjë tjetër që besoj se keni bërë re dhe ajo duket, është sharmi yt në të veshur. Faleminderit. E kam çik pasion të veshjen. Këtë e ke pjesë të ultimit, besoj. Po, kjo po, është kështu e kam. Po tash, e di si është puna kur isha më e re, unë sa kisha shkuar në Itali vdisja. Që kur kam qenë e vogël. Çfarë ke marrë nga stili italian të veshurit? Po eleganca, them, u para në vulgaritet. Pas e njeriu dhe lind, shiko, ti sa të di shumë mirë që njeriu lind me një charm, lind me një elegancë që sa do ti mund vishesh gjithë brendet më të njohura kështu, po nganjëherë ka diçka që domethënë nuk të shkon me natyrën tënde. Unë kur isha e vogël kisha shumë qejf që të vishesha bukur, më pëlqente dhe i thosha mamit, ti ma ble copën se e qep vetë. Edhe i qepja vetëm. Fustanet e mia dhe më kujtohet kam qenë një herë isha në universitet, kisha provim të nesëmën dhe janë nxora mend mamit tim. O, e doje fustane? Copën se ta qepja vetë, se atëherë ku kishte tu flasin vitet 80, po, 82-shi, 83-shi. Kisha provim të nesëmën. Mami, shko ma blea copë, ishe një rozë me këshu me silulet bardha, atëri, ishë këshu me gjë e madhe. Shko e bleu, po kur do t'a qepë, ti që këti a qepë, po nëse ke provim, po qa këti se më cjell fat mu. Ka qenë një fustani i ri, të cjell fat pak, kështu po, e qepa e besha dhe të nesme shkoa me ato, po shuqu dola mirë se do të thoshte mami, hani, ku e patë fati. E kam pas, do të qepja vetë su gjërat e mia, sa atëra që ishin mundësit ekonomike, rrogat ishin njeriu kur e ka të lindur diçka. Kur e ke, kështu sa joja, mbiles më kujtohet mami më kishte i pal çarçaf shulinoj kur ishte martuar, ta bëj fustanun këtë. Qyshja si ta bësh fustan, po ç'keti e rregullov bëre kështu fustan. Edhe pastaj kur shkova në Itali, natyrisht kam pas edhe ato fazat e mia. Aty rafinohet shija më shumë. Italianisht, si klasi më shumë. Fillimisht normal dhe unë aty pata vështirësitë e mia, nuk është se u vesha bukur sa shkova, kuptohet se sa të rregullohesh, është vështirësitë e para kur ti ne nuk është se ikëm me gomone, ikëm me kontratë pune etj, po prapë ke vështirësitë e para. Po, më pas e unë pëlqen të ashtë që kam qik qef, kështu të vishe. E kam pasion, ve. Them unë, momenti që unë s'do blej më gjëra, atëherë kuptoj ka diçka që nuk shko këtë trunin. Blen shumë më? Hajtë mëse dhe, po ma kërkon edhe puna, them, thotim shoq, po. Më këtë justifikojmë thonë? Po, justifiko, thot. Edhe qeshim, se a i do pak roba, i ka bezdi, unë i bled, a i, pse ma ke bled në zepet e kështu, që ma nga të roba, pse ma komplikon jetën me roba, thotë me këpuc. E ka që pak jam mirë unë. Pa ndajemi gra. Po, pra, dalojmë. Me qënë se jemi drejtë fundit dhe të pjesa e një mesazhet fort për gjitha këto. Për zonjat, po, duheni veten dhe bëni kontroll, sepse do doni veten, do doni dhe familjen, pas edhe tjerë të afër, kështu që mos e lini kontrollet pa bërë se ju shpëtojnë jetën. Dhe, domethënë, mamografia, ekografia dhe pap testi, nuk është shumë i pap testit, po unë do ta them, sepse njoh një mikën time që asaj pap testi shpëtoi jetën. Ishte 28 vjeç, kështu që nuk ka moshë edhe ajo. Kështu që duheni veten dhe bëni kontrollet. Linda, meqenëse se ti e the edhe vetë që je të themi fanë se jo, por që po unë jam përdorusja më e rregullt e Onovës. Këtu ke një dhuratë nga Onovo? Shumë faleminderit. Shpresoj që gocat kanë rënë në kokë për të dhënë ato që duhet, sepse dinë ato se çfarë. Të falenderoj shumë për bisedën e sinqert, edhe për gjithë energjinë e mirë që më transmetove. Edhe ti je shumë ëmbël dhe shumë mirë. Shëndet edhe gjëra akoma më të bukura në jetën tënde. Po, kam shumë gjëra për të bërë akoma. Ke akoma për të bërë. Faleminderit që na ndoqët dhe do rishikohemi në episodin e radhës.